Atëherë është fryti i sinqeritetit. Fryti i sinqeritetit i pari është se pranohet vepra. Alhamdulillah. Nëse ne nuk kemi sinqeritet, ajo vepër nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, nëse vepra bëjmë sinqerisht, arrihet edhe shpërblimi. Për shumë vepra ka përmend edhe Allahu, edhe pejgamberi sa ka përmend shpërblimin. E shpërblimi, arritja tek shpërblimi nuk mundet të ndodhë nëse nuk jemi të sinqert. Po ashtu, niyeti e rrit vlerën e veprës. Ti e din hadithin ku thot pejgamberi sa rubbe dirhamin sabaqa alf dirham. Do shta një dirham, një dinar, ta themi. Është më i vlefshëm apo atë i kalon 1000 dirhamve. Dietarët thonë, njëri prej komentimeve është se kishka i kalon çat 1 dirham, e kalon me sinqeritet, më të madh se ai që i kalon ato 1000. Në këtë rast, sepse 1000 janë shumë më të vlefshëm se sa një dinar. Kjo tek Allahu ka vlerë më të madhe se e kalon me sinqeritet shumë më të madhe. Dhe Abdullah ibn Mubareku përmend thotë, rubba amelin saghirin ya'dhumuhu aw yakburuhu an-niyya. Do që vepra e vogël me qenë, me na u duk si diçka jo shumë e madhe, por të cilën e rrit edhe e zmadhon niyeti. Kur kemi sinqeritet, arrihet edhe falja e mëkateve. Ti e din se gruaja e cila ka zbrit në bunar, e ka mbush këpucën e saj me ujë. Lavire ka qenë. Po, ka qenë lavire. Ka qenë prej grave të cilet, do thonë nga pikpamja morale, ka qenë shumë larg për aso që e kërkon Allah. Me qartë. Por Allah gjithashtu ka falë mëkat për këtë vepër. E ka bërë sinqerisht. Ka zbrit në bunar. Ka zbrit në bunar, e ka rreziku jetën e saj. Nga kjo mëshira, nga kjo mëshira që e ka shfaqë ndaj qenit. Ndaj kafshës, s'ma dhe këtu do ta cekin një send. Ne njerëzit në raportet tona, njëri me tjetrin, në këto kohëra turbulente ku jetojmë, ma shumë dominon agresiviteti, idhnimi, edhe prekemi për pak e shumë. Dërsa është koha ku ne duhet të reflektojmë mëshirë. Nëse reflektojmë mëshirë, do të gjejmë mëshirë. Kjo gruaja, aja që e ka motivu, ka qenë mëshira. Ju ka dhimës. Qeni. Edhe e ka rreziku jetën, ka tregu një lloj mëshire. Edhe me këtë e ka merituar mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ati s'ka pas diçka tjetër që ka me motivu. Nuk ka pas as publik, as kamera, as video në TikTok, as kur gjë tjetër. Ka qenë vetmuar. Edhe ajo që e ka nxit ka qenë kjo mëshira. Dhe mëshuria ndaj qenit. Dhe mëshuria ndaj qenit që e ka pas. Edhe për këtë, me këtë e ka fituar mëshirën. Prandaj sot ne, në veçanti në Ramazan, duhet që të shfaqim mëshirë njëri për tjetrin. A jemi njerëz. Jemi musliman. Nëse nuk, po e themi vetë se jemi musliman. Shpesh dëgjojmë ja s'ja fali kur. Me pa tu vdekje, nuk ja bëj halal, nuk ja bëj halal. Se nuk ja bën halal, nuk dëshiron që Allah me t'i falë do gabime. Kema të dinu, të dan. Si sillesh ndaj tjerëve, ashtu do të sillen ndaj teje, edhe do të sillet ndaj teje Allah xhallahu. Nëse ti shfaq mëshirë, ki me gjetë mëshirë. Nëse shfaq arogancë, dhunë, bullizëm, fyerje, atë ki me gjetë. Tritë sot, sikur nuk dojnë me kuptu se ato shka dëshirën të tregon se ne jemi të fortit atje, po. Se na del kërkush për para. Nuk e kuptojnë, është një ajet, fa u ka kulli dhe ilmin alim. Përmi çdo dietar ka ma të ditur. Dhe përmi çdo frajer ka ma frajer. Ka marrë momenti kur kime ballafuqu me... Të ne thënë ka hunlesh për mi hunlesh. Po, ka hunlesh për mi hunlesh. S'ka nevoj, bonu i modest, bonu i sjellshëm, bonu i mëshirshëm. Sepse këto janë gjëra që të bëjnë dobi edhe në jetën tonë të përditshme, edhe në ato raportet me njerëzit tjerë dhe krijohen. Absolutisht. Po ashtu, nëse njeriu është i sinqert, ka shpërblim edhe nëse nuk e bën veprën. Nëse prej bërjes së veprës
e ka pengu ndonjë shkak i arsyeshëm. Për shembull, Muhamedi sa kur kanë dalë në betejë, ju ka thonë në Medinë ka njerëz të cilët nuk kanë mbet në Medinë. Edhe ju çdo lugin që e kaloni, çdo hap që e bëni, ata janë hisetar në shpërblimin e juve. Kush kanë qenë ata? Ato njerëz që sinqerisht kanë dashur me dalë, por nuk kanë pas mundësi. Sikurse kanë edhe Allahu në Kur'an ka zbritur ajetin ku i thotë Muhamedi sa ju drejtohet atyre thotë nuk gjej mjet për me ju bart me mua, me ju marr me juve. Nuk kam pajisje me u përgatit për betejë. Habesehum udhr. Shkaku pse ata kanë mbet në Medinë ka qenë udhri, domethënë arsyeja e pranuar fetarisht. Po ata kanë se po. Ose hadithi tjetër ku thotë Muhamedi sa men hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahida. Kush e bën jetë ta bën një vepër të mirë e nuk e bën për shkaqe arsye të ndryshme, i shkruat atij një sevap, një vepër e mirë.